Mirë atëherë pra edhe ju, si neofit dhe si katekumen, mirë se keni ardhur në këtë takim në cilin do të flasim mbi lutjet themelore. Është një prej takimeve të radhës që vazhdojmë t'i mbajmë, e njëherë muaj do t'i kemi të rregullt në mënyrë që të mësojmë nga gjërat themelore të besimit tonë, përfshi lutjet, pastaj sakramentet, urdhnimet e të nxatë, besojmën, gjanat të cilat janë pjesë e jetës tonë të përditshme, që të mund ta ndjejmë, si thash, në shpirt atë që besojmë, jo vetëm kontekstin teorik, po si përvojë jete fenë tonë. Në këtë mënyrë pra që falenderit motrës Irene, e cila sonte do ta prim të takim. Por në motor. Unë jam shumë e kënaqur që jam këtu së bashkut me ju. Vërtet është tamam si një tryezë familjare kështu, shumë e ngrohtë, me thënë që jemi tonë së bashku tulun afër njëri tjetrit edhe kena mundësi me bashkënda atë që ne vërtet e mendojmë edhe mbi lutjen, jo vetëm unë, por edhe ju keni çka me na dhënë për me mësu mbi lutjen. E falenderoj edhe një herë Donagimin për këtë mundësi që ma ka dhënë me bashkënda me ju mbi temën lutjet themelore. Sigurisht me fol për lutjen nuk mjafton vetëm një orë. Kemi shumë shejtër, shumë profet, shumë etër të mëdhej të kishës, të cilët kanë shkruar libra e libra mbi lutjen. Por dëshiroj vetëm t'ju jap nga një shkëndijë çfarë do të thotë me të vërtet lutja dhe ku mund të gjejmë domethënë mësimet mbi lutjen. Gjatë gjithë historisë e njerëzimit, pra njeriu ka ndjenjë sipras tij, pavarësisht sado që pasur të jemi, sado që të kemi familje të shëndetshme, gjithçka në rregull, njeriu pra e ndjen sipras tij, e ndjen një mungesë. Shën Augustini e shpreh shumë bukur këtë mungesë duke thënë: na krijove për vete o Zot, dhe zemra jonë është shqetësuar derisa të pushojë në ty. Pra kjo etje për përjetësi ka bërë që njeriu të mos mjaftohet vetëm me ato prodhime toksore, vetëm me një familje të shëndosh, me një mirëqenie, por gjithmonë të kërkojë diçka më shumë, krijuesin pra që e ka bërë ton këtë mrekulli e ton këtë bukuri që na ka dhënë neve. Shpesh ne din me fol me njëri tjetrin, dina me bë ligjërata, dina me mësu, por nganjëherë harrojmë domethënë me hyrë në këtë kontaktin e zemrës. Zemra që i flet zemrës, që është vetë krijuesi jon, ai i cili na ka kriju, na don fort pafundësisht. Përpara se me thënë diçka për lutjet themelore, unë kam dashur me marr çfarë do të thotë lutja për Jezusin. E kemi një kërkesë nga vetë apostujt, duke i thënë Jezusit: Zotëri, na mëso të lutemi. Ata duke pa Jezusin pra se tërhiqej shpeshherë në vetmi, e kishin edhe ata këtë etje me mësu, sikurse mësuesi i tyre, pra pavarësisht se ata e kishin një njohuri për lutjen, populli hebrej thënë lutej me psalme, këndon të psalme, kishin 46 librat të cilat i kemi edhe ne, domethënë të shkrimit shenjtë, ata e shifnin se Jezusi ishte ndryshe dhe i kërkojnë pra Jezusit: Zotëri, na mëso të lutemi. Dhe fal kësaj kërkese që i bën apostujt Jezusit, ne kemi lutjen më të bukur në që recitojmë çdo ditë, lutjen Ati ynë. Tek Mateu 6:5-13, pra është lutja që Jezusi na ka mësu. Unë besoj se të gjithë ju keni shkrimin shenjtë, kjo është Bibla jonë, dhe këtu librat janë të përcaktuar shumë mirë, domethënë se cili e ka emrin e shkruar, dhe në qoftë se shkojmë tek Mateu, vetëm sa të mësojmë pak ndoshta edhe me gjetë. Këtu e kemi kapitullin edhe pastaj rreshtat. Tek Mateu 6:5-13 kemi mësimin
e Jezusit mbi lutjen aty ynë. Gjithashtu tek Mateu 26:39 gjajmë lutjen e Jezusit në Getseman. Mateu na tregon se hapi I parë I lutjes është të kuptojmë kujt po I flasim, sepse Jezusi thot kur ju të luteni, thuani Ati ynë. Kjo ndryshon gjithçka. Zoti nuk është një gjykatës I rrept, pra, nuk është një njeri I largët që ne mund t'i drejtohemi zotëri ose nuk e di me çfarë emër tjetër nderimi me ju drejtu, por vërtet ne mund t'i drejtohemi atij si atë. Bile në shkrimin shejt dhe në gjuhën aramaike, aty ynë është Aba, janë shqiptimet e para të fëmijët që thret atin. Do me thënë, kështu ne mund t'i drejtohemi Zotit ton, që është vërtet një mrekulli që nuk mund është me gjete as një fe tjetër, ndoshta kaq afër me pas Zotin. Dhe pastaj ne shohim Jezusin në kopshtin e Getsemanit, kur thot jo si dua unë, por si do ti. Për me lut është një ecje, pra nga ne mund t'i drejtohemi atina si aty ynë, duhet pastaj të arrim deri te ajo që ne vërtet të ndihemi kaq sigurt kur themi u bë vullnesa jote, do me thënë çfarëdo që ndodh, ne ndihemi se Zoti na don fort edhe çfarëdo që të ndodh me jetën tonë është në duart e Tij dhe nuk duhet të shqetësohemi. Pastaj si dhe kur lutej Jezusi, edhe ne kena dëshirë me mësu ma shumë, pra në cilat momente Jezusi lutej ma shumë dhe si ai lutej. Të Marku njohim se Jezusi ishte gjatë gjithë kohës, pra të Ungjilli sipas Markut, ishte Jezusi që shëronte, që predikonte, por sekreti I forcës së Tij është ky varg të cilën e gjajmë pra të Ungjilli Markut 1:35. Dhe të nesërmen herët në mëngjes, ndërsa ishte ende natë, Jezusi u ngrit, doli dhe shkoi në një vend të pabanuar e atje lutej. E para gjë që na jep këtu Marku është se Jezusi zgjedhte një vend dhe këtë vend e zgjidhte pra në heshtjen e mëngjesit të hershëm ose natën vonë. Pra lutja nuk është diçka që e vendosim diku kur na tepron koha, por duhet të zgjedhim kohën më të bukurën që ne e kemi për t'ja ofruar Jezusit. Jo pse atij duhet koha jonë, por sepse ne na duhet kjo energji me marrë në lutje për me vazhdu gjatë ditës për me mujtë me jetu sa më mirë. Lutja si durim dhe vendimarrje. Tek Luka 6:12-13 lexojmë: Në ato ditë ai shkoi në mal për të lutur dhe e kaloi natën duke ju lutur hyut. Kur u bë ditë, thirri nxënësit e vet dhe zgjodhi prej tyre 12. Pra, çfarë mësojmë këtu dhe çfarë zbulojmë këtu? Jezusi kur ka dashur me zgjedh, sikur bëjmë në parlamentin tonë në Kosovë, kur dojna me zgjedh presidentin ose një mik ose I shohim karakteristikat e tyre, për shembull, shohim, analizojmë jetën e tyre, çka ka bë mirë, çka ka bë keq, kështu. Në të vërtetë Jezusi nuk ka bë kështu kur ka zgjedh apostujt e vet, është shumë interesant. E vetmja gjë që ka bë, ka kalu gjithë natën lutje Atit dhe pastaj ka qenë I sigurt se me ata 12 apostoj vërtet ka me realizu atë që Zoti dëshiron. Ndërsa tek Gjoni 17 dhe Gjoni 12:27, tani shpirtin e kam të trunditur, e që të them, o atë më shpëton nga kjo orë, por se fill për këtë erdha në këtë orë. Pra, çfarë bën Gjoni këtu na vendos në zemrën e Jezusit. Lutja këtu nuk është thjesht një kërkesë, por është një bisedë intime me Zotin. Pra edhe Jezusi ndihej I trishtuar, I kalon të gjitha emocionet të cilat I kalojmë ne, të gjitha ndjenjat. Dhe Jezusi këtu flet me Atin, e hap zemrën e tina, pra duke I thënë se është I trishtuar se ka me shku në vdekje. Do me thënë,
e pranon gjendjen e tij shpirtërore. Kjo na mëson që ne nuk duhet të dalim para Jezusit ndryshe, por vërtet shpesh, do me thënë, duhet dalim para Jezusit, jo shpesh, por gjithmonë, pa maska, ashtu si jemi, të trishtuar, të gëzuar, dhe kështu lutja bëhet ma intime, ma e zemres, mund të themi kështu. Dhe në qoftë se, do me thënë, e lutja e Jezusit na duket ka që lartë, sepse ne dim se Jezusi ishte edhe hyj, në të njëjtën kohë ishte njeri, por kishte dy natyrat, edhe hynore dhe njerëzore. Ne mund të mësojmë edhe nga beslidhja vjetër, nga profetet, për shembull, Mojsiu, kur shkon me lutë Zotin aty, e shohim se ajo ka qu bandizet flak, dhe interesant se i vetmi profet që flet faqe me Zotin. Do me thënë, profet një tjerë, kur shkonin, mbulonin fytyrën, ose nga njëherë disa profetet dhe thonin, vetëm zanin ta dëgjoj, mos të rego fytyrën se unë ndjem katar, nuk mund të kem një marrëdhënie ka shtafërt me ty, ndërkohë që Mojsiu vërtet te libri i Daljes 33:11 e shohim një misi kaq të fortë te Mojsiut hyn pra. Dhe pastaj nga Elia profet ne mësojmë se Zoti nuk është as në tërmet, as në shurmën e suksesit, por është të një përshpëritje e lehtë e erës. Elia ishte duke kërku Zotin dhe ra një tërmet dhe tha, ja ku është Zoti, shkoj me pa, do me thënë që vërtet ishte aty Zoti apo jo, dhe një farë mënyre unë ndaj shkënjym se nuk ishte aty Zoti. Një luft nuk ishte as aty Zoti. Dhe pastaj në momentet kur Elia ullet me pushu edhe e një puhit let një erë, ai e dallon se vërtet Zoti qenë ka këtu, nuk është në zhurmë, nuk është nuk vjen me një furi ose ku ta di unë me shka, por ai vërtet vjen me një qetësi. Vetëm kur ne jemi në paqe, mund ta dëgjojmë vërtet zërin e tij. Libri i parë i Mbretërve, kapitulli 19, 11 deri në 12. Dhe pastaj çfarë mësojmë mbi lutjen tjetër? Samueli, kur Zoti i thret Samuel, ai nuk fillon me fol me ta, por ai thot, fol o Zot, shërbëtori yt dëgjon. Shpesh herë lutja nuk duhet të jetë ndoshta fjalë, vetëm fjalë, por nga një herë duhet të hapim shkrimin qejt edhe ta dëgjojmë ne se çfarë Zoti po na flet neve, jo vetëm ne me fol Zotit. Dhe këtë dëgjojmë te libri i parë i Samuelit 3 rreshti 10. Për lutjen e thash edhe më përpara se gjatë historisë se kishe skemi edhe shumë shenjtër, shumë etër, shumë pap të cilët vërtet kanë folë shumë, e kanë shkru libra e libra, dhe duhet me pas një kohë shumë të gjatë për me folë. Por unë kam zgjedh vetëm 2 shenjtër që vërtet edhe mu më kanë mësu shumë për lutjen. Është Shen Ignaci i Loyoles, i cili na mëson si të bëjmë shqyrtimin ose ekzaminimin e ndërgjegjes sonë për me vrejt se ku me të vërtet është të folë Zoti. Edhe Shen Ignaci thotë se Zoti kur nuk flet, kur ne jemi në turbullir, kur nuk jemi të qetë, kur kemi një ankth ose një zemrim ose ku ta di une, as aty thot nuk është Zoti, Shen Ignaci, por thot Zoti vjen gjithmonë me një qetësi, t'jep një kënaqësi. E vetëm atëherë thot kështu mund ta dalloni se vërtet është Zoti që po ju flet. Dhe kjo që thot Shen Ignaci Loyoles nuk është diçka e letë, pra është një shkollë që duhet pra për me kuptu me të vërtet se cili është zani i Zotit. Ne shpesher të gjithë, ne ndëgjojmë 2 zana që na thot njëri ban kështu, tjetri ban kështu. Nuk është e vështirë me zgjedh kur dëgjojmë 2 zana kur e dim cila është e mirë e cila është e keqe, por është shumë e vështirë
me ba dallimin e këtij zani kur dy gjana janë të mira, tani cila është me të vërtet e vullnesa e Zotit. Dhe Shën Ignaci Loyolas flet shumë, do me thënë se si ne mund ta dallojmë. Ndërsa Shën Teresa e Aviles, edhe kjo një shejtëresh shumë e madhe e kishës dhe mësuese e kishës, ka fol shumë mbi lutjen, ka shkruar shumë libra, sidomos është e njoftun Kështjella e Brendshme, në të cilën ajo tregon krejt pastrimin e shpirtit, se si arrin deri te ajo lutja e përkryme. Dhe pra Shën Teresa Aviles na thot dhe na mëson se ne duhet të flasim me Zotin si me një mik të cilin e dojmë shumë, por jo vetëm që ne e dojmë, por e dim se ai vërtet na don neve shumë. Nga ajo që na mëson Jezusi, profetet, dhe ka marrë vetëm 2 shejtër, kemi shumë shejtër, kemi Shën Terezën e Jezusit fëmijë, kemi Shën Katarinën e Sienës, kemi shumë shejtër që na mësojnë mbi lutjen, por vetëm kam prek disa nga pikat thelbësore ku ne mund të mësojmë si të lutemi. Dhe diçka tjetër që do vazhdojmë tani është lutjet themelore, të cilat ne i mësojmë dhe i bëjmë çdo ditë. Duke filluar nga shenja e kryqit, për shembull në emër Tatit, të Birit, të Shpirtit Shenjtë. Amen. Çfarë do të thotë kjo për mua? Do të thënë pse duhet me prek ballin, pse krahurin, pse cupat. Thënë kjo është një formë të cilën e ka caktuar Kisha, por që ka një domethënie shumë të bukur dhe shumë ndoshta jo kaq të dukshme nga ana e jashtme, por me hy brenda e me kuptu ma mirë, është sepse kur ne prekim ballin, kushtojmë Zotit mendimet, ne dim se në trurin tonë, do të thënë, ndodhin të gjitha gjana që ne do t'i bëjmë gjatë ditës, dhe në këtë mënyrë ne i ofrojmë Zotit të gjitha mendimet tona. Pastaj kur ne prekim zemrën, e dim se zemra është organi i cili shpesh lidhi me ndjenja tona, si gëzimin, si edhnimin, do të thënë edhe nga një herë trishtimin, e keni dëgjuar edhe nga një herë kur themi, po më dhem zemra, ose dashurin, kur dashurohemi, kur rra zemra fort, do të thënë gjithçka e lidhim me ndjenjat tona. Kështu ne i ofrojmë Zotit edhe zemrën dhe të gjitha ndjenjat tona, të cilat do të ndodhin gjatë ditës. Dhe pastaj prekim krahet duke i dhuruar Zotit punën tonë, të cilën do e bëjmë gjatë ditës. Kjo është domethënia e kryqit, të cilën ne e bëjmë shumë shpesh, sidomos ne katolik. Dhe pastaj për të vazhduar mbi lutjen Ati Ynë që na ka mësuar vetë Jezusi, edhe këtu unë vetëm do jap disa pika thelbësore, sepse në qoftë se ne kërkojmë vërtet, ka shumë libra të shkruar vetëm për lutjen Ati Ynë. Çfarë do të thotë lutja Ati Ynë? Këtë lutje e gjajmë tek Mateu 6, rreshtin 9-13 dhe tek Luka 11, 2-4, pra në këta 2 ungjilltar të cilët na japin lutjen Ati Ynë, me pak ndryshime njëri prej tjetrit, por që ka të njëjtën domethënie. Po fillojmë kërkesat e para, pra Ati Ynë që je në qiell, u shejtëroftë emri yt, art mbretëria jote, u baft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Janë më shumë një himn lavdërimi, diçka që ne i thurim Zotit. Dhe pastaj shohim pjesa e dytë e lutjes Ati Ynë, na i falem mëkatet tona siç i falim ne fajtorët tan, mos na lër të bëjmë në tundim, por na liron nga i keqi. Janë gjërat të cilat më shumë janë toksore. Po e marrim një nga një, pra kjo është lutja Ati Ynë që je në qiell, një hyrje që ndryshon gjithçka në historinë e njerëzimit, sepse as një fe tjetër, as budizmi, as hebrejt, as musliman, do të thënë, nuk arrin me perceptu atin atë e ti biri tina. E mendojmë si diçka të largë që rrin atje, që ka një fron mbretëror që zguxon me prek, ndërsa ne vërtet mund t'i ofrohemi si bijtë e tij.
I ynë na kujton se nuk jemi të vetmuar, pra nëse ai është aty ynë, atëheri nuk e ka thënë Jezusi kot aty ynë, nuk ka thënë aty im, por ka thënë aty ynë. Çfarë tregon se ai është ati, por ne të gjithë jena vëllezër dhe motra në atin vërtet. Dhe në qiell nuk tregon pra një vend gjeografik atje larg, por lartësinë dhe praninë e tij kudo. Sepse në kudo që ne shkojmë, domethënë qielli na shoqëron sipër. Nuk është pse ai është atje në qiell, por sepse ai është me ne gjithkund, edhe këtu, edhe në çdo vend pra ku ne jemi. U shejtroft emri yt. Ky është urimi i parë që ne i bëjmë Zotit, duke dashur që emri i tij na vërtet të jetë i shenjtë, që emri i tij të njihet në të gjithë botën, që emri i tij të nderohet. Jo sepse ai ka nevojë për lavdin tonë, por sepse ne vërtet kemi nevojë të ngritim lavde hyjton krijuesit ton. Pastaj kemi art mbretëria jote. Kur themi art mbretëria jote, ne lutemi që bota jonë të fillojë të ngjajë me mbretërinë e Zotit, dhe ne e dim se Zoti në mbretërinë e tij çfarë ka atje, paqe, harmoni, gëzim, dashuri, dhe ne e dëshirojmë që vërtet ajo mbretëri të jetë edhe në mes nesh, edhe në zemrat tona. U bëft vullnesa jote si në qiell ashtu në tokë. Kjo pikë tani është pak sfiduese, sepse me thonë u bëft vullnesa jote, e pastaj me muhu, me shajt se shka bane në jetën teme nuk është ka që letë. E këtë u bëft vullnesa jote e mësojmë prej Jezusit në Getseman, vërtet nuk ka qenë e letë, por Jezusi e ka pranu vullnesën e tij. Ai ka besu që ati e donë edhe në përsekutim, edhe në mundim, edhe në gjithçka që do të përjetoj, është ai që do jetë prapë se prapë me të. Edhe në këtë formë, ka që të vështirë, ka që të keqe, ai e sheh si shëlbim prurse, sheh si diçka që Zoti do të nxjerrë një të mirë nga kjo. Shpesh edhe ne, do me thënë, nga momentet të vështira, ku e kemi vështirë me pranu vullnesën e Zotit, nuk duhet të harrojmë se edhe nga ajo vështirësi mund të nxjerrim diçka të bukur. Tani filloj me pjesën e dytë të lutjes aty ynë, bukën tonë të përditshme na jep sot. Këtu pra jemi duke kërku Jezusit për nevojat tona materiale. Buka nuk është kuptimi vetëm buka për me hangër, kur ulmi me hangër në sofër, por këtu hyn të gjitha gjana tjera materiale që ne i kërkojmë Zotit. Dhe sa bukur Jezusi, do me thënë, e ka ditë se ne kena shumë nevoja dhe ka fut të gjitha në këtë frazë, pra bukën tonë të përditshme na jep sot. Dhe në këtë frazë gjithashtu kemi edhe Eukaristin dhe fjallën e Zotit, pa të cilat shpirti ynë pra do të vdiste nga uria. Sot është një fjalë pra shumë aktuale. Sot ne nuk kërkojmë bukën tonë jepna për gjithmonë, as nuk kërkojmë bukën jepna për nesër, po sot dhe çdo ditë duhet të lutemi Zotit sot. Bukën tonë të përditshme na jep sot. Nuk duhet të shkputemi asnjëherë nga kjo lidhje ne me Zotin, pra. Dhe pjesa më e vështira në lutjen aty edhe në jetën teme, nuk e di donagimi, por vërtet është na i fal fajet tona si falim ne fajtore tanë. Do me thënë, ne japim një kusht Zotit, se ashtu si fali unë, me më falë edhe ai mu, do me thënë, nuk është një frazë shumë e fuqishme këtu, edhe kujdes kur ta thuni, sepse jeni t'i thënë Zotit, në qoftë unë nuk fali, jeni të denu vetë vetën me gojen e juj. Edhe unë, sa herë, do me thënë, kur e lusë, sidomos në këtë frazë, nuk është ka që letë me thënë lutjen aty. Dhe mos na lërë të bijmë në tundim, kjo është prapë një kërkesë që ne i bëjmë Zotit,
që vërtet ajt na liron nga çdo e keqet, na heq çdo tundim që mund të jetë i dëmshëm për shpirtin ton, por na liron nga i keqi, edhe kjo lutje pra mbyllet me një kërkesë për liri për veten ton. Ne kërkojmë mbrojtje pra nga i keqi, nga të gjithë të këqit në çdo aspekt, do me thënë shpirtëror dhe trupor. Kaq sa i përket lutjes aty ynë, e kam thënë vetëm si shkëndia kështu dhe ju thash ka libra e libra vetëm mbi lutjen aty ynë. A dëshironi me bisedu ose dëshironi me kryu në krejt çka kam e thënë pastaj me folju në gjë? Ha? Krye. Me krye. Se po menej që unë shton për tje, po për ta kërë Pas lutjes aty ynë kemi lutjen shumë të rëndësishme për fen ton që është të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë dhe i bekuar fryti i barkut tënd Jezusi. Dhe këtë lutje edhe këtë të gjojmë në Ungjil, do me thënë të Ungjili si pas Lukes, e shofim kur engjulli Gabriel shkon të Zoja me lajmëru se ka me lind Jezusin, atëre përshëndet të falemi Mari, hir plotë Zoti me ty, e bekuar jem mbi të gjitha gratë, e kemi, kur Maria shkon me takushën Elizabeten, ajo fëmia shëngjoni që ishte në barkun e nënës e nje me njëherë dhe Zoja Elizabeta i thot Zojes, e bekuar je mbi të gjitha gratë, ku e pata fatin unë me arti të kune shto. Ka një bisedë shumë të bukur aty të Ungjilli. Pra dhe i bekuar fryti i barkut të në Jezusi. Ky është kulmi i lutjes të falemi Mari, çdo gjë në këtë lutje pra drejtohet te Jezusi. Jo, sepse kemi shumë probleme pastaj me krishterë të tjerë që na thonë se ne pranojmë Zojen si hy, por nuk është e vërtet. Ne e dim se Zoja ishte nana e Jezusit, e hyj është hyj, do me thënë ati biri shpirti shejt, ne nuk duhet t'i ngatrojmë asnjëherë. Zoja bekume është një ndërmjetëse të Zoti, nuk është hy, nuk mundet me ba asi gja, pa vullnesin e Zotit. Të Zoti, është ndërmjetësues? Jo, Jezusi nuk është ndërmjetësues, është atë dallimi, do me thënë, mes Jezusit dhe Zojes. Ndërsa Zoja dhe shejtrit janë të gjithë ndërmjetësues, nëse do me thënë. Jo, s'po qatë e mëson, por në hynia e Jezusit, kur diskutohet, atëre ajo është i barabartë me atin e me shpirtin shenjtë. Më thonën, aty hym me njëherë në çështjen e trinisë së shenjtë, kur bëhet fjalë për Krishtin dhe rolin e Zojës bekuar. Zoja bekuar e ka lind Krishtin edhe si hy. Dhe më thonën, këta do të kemë gjithmonë parasysh, jo vetëm si një person në kuptimin njerëzor, por edhe si hy, sepse është hy që ka ndërmarrë këtë hap të iniciativë që nëpërmjet saj të mishrohet të bëhet njeri. Dhe si hy ka marrë edhe natyrën njerëzore. Ndërsa roli i Zojës bekuar në këtë mision, gjithashtu është i shenjtë, prandaj është si e përzgjedhur prej Zotit që të jetë e pamëkat dhe është i vetmi person njeri prej krijimit e përgjithmonë që është e lindur pamëkat, Zoja bekuar. Tash Krishti nuk e shtim në atë nivel, sepse ai është edhe hy, Zot e njeri, por kontekstin e vetëm aspektit njerëzor, atëre Zoja bekuar është e vetmja e zonë pamëkat. Është mos
Po duhet një pyetje me Po, tash këtu jemi, nuk jemi në një ligjërat tepër zyrtare ose akademike, po pikërisht miqësore për diskutue, biseduar. Po më intereson pra nëse se s'pedi, edhe Jezusi e ka lutjen aty e përdor, nëse është hy, kujna I lutet Jezusi? Ai na mëson ne që të lutemi. Dhe më thonën, çështja e lutjes aty hyn e Jezusit është lutje që na Në cënë si të pysin, si të lutemi. që na referohet neve. Por, nuk do të harrojmë që ai është edhe njeri. Prandaj si njeri I lutet hyjt atë birë shpirt shenjt. Pra, vetë Krishti, si njeri, I drejtohet me lutje në atë hyjt. Dhe na mëson ne që me atë frymë e shpirt t'i lutemi. Por, nuk është që ai është I kufizuar atëherë kur mëson nxënësit e vet dhe po I drejtohet një hyj tjetër. Por është I vetmi hyj, I vetmi hyj pra të cilit jemi ne që I drejtohemi me këtë epitet aty hyj. Po, okay. Po, motën se në shtonë po foli shumë. Jo, shumë mirë. Faleminderit. Nuk kam më shtu diçka, do me thënë Jezusi kishte dy natyra, nuk është ka që letë me kuptu, do me thënë Shën Augustini thot isha të shitit një herë në bregun e detit edhe ka pa një engjëll. Shën Augustini është një mësues shumë I madh I kishës katolike. Ka pa një engjëll që ishte të marrë krejt detin me fut aty në atë vrimin se kishte hap. Edhe I thot Shën Augustini, qa je të bëj, thot kështu, I thot jam të dasht krejt këtë detin me fut në këtë vrim. Po I thot është e pamundshme ti me marrë krejt detin me fut në atë vrimin që ke hap. I thot ashtu thot edhe ato mendimet e tua thot me kuptu trinin shenjte nuk janë kaq të lehta thot është sikur kjo pjesa e detit që do me futun në këtë vrim. E pastaj Shën Augustini e kupton se nuk ishte vërtet një fëmijë kështu, po ishte fjala e Zotit që ishte ti fol se nuk është kaq e lehtë me kuptu se Jezusi kishte vërtet dy natyra, hynore dhe njerëzore. Dhe si bir ai e çonte dhe edhe ai hyn atë. Edhe thoshte se jam biri I hyjt. Ndërsa kalojmë te pjesa tjetër, Shejtja Mari, nëna e hyjt, lutu për ne mëkatarët tash në fill të vdekjes son. Amen. Që nuk është një lutje të cilën e gjajmë në shkrimin shenjt. Kjo është një pjesë që I është shtu pra ruzare, sidomos gjatë shekullit 14-15, gjatë kohës së murtajes së madhe dhe vështirësive të shumta të cilat kanë ndodhur në Europë, duke studiu pra historinë e kësaj periudhe, besimtarët filluan pra të shtonin një kërkesë për ndihmë, për bashkëjetesë, pas përshëndetjes biblike. Shprehja lutu për ne mëkatarët filloi të përdorej gjërësisht në këtë periudhë. Gjithashtu në vitin 1495, një murg dominikan, Girolamo Savonarolo, e shtypi këtë lutje në një nga shkrimet e tij, pothuajse në formën që e njohim sot, duke theksuar kërkesën për ndihmë në çastin e vdekjes, dhe kjo është lutja zyrtare pra nga ky dominikan që e kemi. Edhe e shohim në disa figura një dominikan që është duke mbajtur ruzaren afër zojës së ruzare, që ka lind pra se ai ishte që ka shtu këtë pjesën Shejtja Mari. Dhe në vitin 1568, Papa Piu I ishte ai që e zyrtarizoi përfundimisht lutjen Shejtja Mari si pjesë të pandarë të lutjes të Falemi Mari dhe ruzares së pra që e kemi në vitin 1568. Gjithashtu thuhet se edhe ushtarët gjatë luftës, do të thënë, kanë filluar me lut ruzaren dhe ka shumë mrekulli që kanë ndodhur duke lutur ruzaren
kanë shpëtu shumë shpirtra nga shumë gjana, do me thënë, nga murtaja, si që dim, pra nga historia, por edhe nga luftra të shumta që kanë ndodhur, dhe rreziqe edhe shpirtërore dhe fizike. Kështu pra kam mbet lutja e Rosares. Pak fjalë për lutjen e Rosares, vërtet nga njëherë na duket sikur jemi, do me thënë, të përsërit Fale Mari, Shetja Mari, Fale Mari. Por na ban shumë mirë edhe në aspektin, do me thënë, e pastrimit të mendjes, vërtet, sepse duke përsërit Fale Mari, Shetja Mari, Fale Mari, Shetja Mari, të gjitha ato mendime që ishin duke ecë në kokën tonë, do me thënë, vjen duke u qetësu truri jonë edhe duke u përqendru në një pikë të vetme. Por në çdo mister, do me thënë, ne përkujtojmë edhe jetën e Jezusit, e kemi, do me thënë, misteret e gëzimit, misteret e mundimit, misteret e drites dhe misteret e lumturisë. Gjithashtu, Rosaria është një mjet të cilin në shfaqet të Zojës, si në Lourdes, si në Fatima, si në Medjugorje, do me thënë, Zoja ka porosit, e do në fort Rosaren dhe ka porosit që ne ta lusim Rosaren. Edhe Shën Treze Aviles thot, vërtet ne të gjithë e dim nga njerë se sa koka jonë është, do me thënë, me shumë turbulira dhe ajo mëson në lutjen e saj që ato mendimet tona që sillen janë sikur e marra e shtëpisa ajo e qunë. Do me thënë që hynë dhe nuk mundesh me menaxhu se ka duhet me lëviz. Por ajo thot që ne duhet t'i lajmë ato, do me thënë, nga dalë shtuken vetë. Nuk duhet të merremi shumë me to, do me thënë, duhet t'i lajmë të lira. Tani kemi edhe lutje lavdiatit, që e themi pra lavdiatit e të birit të shpirtit shenjtë. Kjo është lutja më vjetër e krishtere e adhurimit. Ajo nuk kërkon asgjë për vete, por i jep pra gjithçka Trinisë Shenjte. Jemi duke pohuar besimin ton në Trininë Shenjte. Është një akt adhurimi për hyn që është dashuri dhe bashkim. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë në jetë, kjo na jep një siguri të jashtëzakonshme se Trinia Shenjtë nuk është diçka që është vetëm sot, por ka qenë, është edhe do të jetë për gjithmonë. Dhe ne besojmë këtë, për këtë arsye edhe kjo pjesë është shtu lutjes, pra duke e pohu, duke e thënë me të vërtetë që Trinia Shenjte ka qenë, është edhe do jetë për gjithmonë. Këto kanë qenë lutjet të cilat i ka marrë edhe punën e pendimit, po me fol për punën e pendimit më duket shumë e zbrast pa fol pak për sakramentin e rrëfimit. Vërtet në Kishën Katolike kemi 7 sakramente, i dim paksimi, ungimi, rrëfimi, kresmimi, vojimi, urdhri shenjtë dhe kurora martesës. Dhe kur flasim për punën e pendimit, atëherë duhet flasim pak edhe për rrëfimin. Rrëfimi nuk është diçka që e kena shpik ne, është Jezusi që jo kalon apostujve, duke thënë, pra rrëfeni njëri tjetrit mëkatet. Është diçka që na ka lënë Jezusi, sakramentet nuk i kena shpik, me që se kena shumë ligje, shumë dogma e shto, por sakramentet janë ato që ne i gjajmë në Ungjil dhe është Jezusi që na i ka lënë si dhurat. Dhe me të vërtet, unë personalisht e du shumë sakramentin e rrëfimit dhe me qëse kam shumë turbullime derisa shkoj në rrëfim, jo po kam frikë, jo po se si ka me menu aj që ka me më rrëfy me shtari, ose tana këto gjana prap se prap, do me thënë, unë rrëfehem vetëm në munges, do me thënë me shtarve, po gjithmonë një herë në mujë dhe vërtet e ndjej
këtë sakrament si një pjesë të pandashme të jetës seme. E kam bërë edhe kur isha si fëmijë, por edhe si rregulltare gjithmonë nuk i kam ikë asnjëherë sakramentit të rrëfimit. Jeta shpirtërore sa më shumë që ecë, do me thënë, aq më shumë me sheh se me të vërtet nuk je një farë mënyre, nuk je kërkush, po se sa Zoti ban mrekulli me ty, shumë herë mahnit na befasona dhe është rrëfimi është sikur ajo sa më shumë se e pastron shtëpinë, aq më shumë e sheh se ka, do me thënë, pa pastërti brenda shtëpisë. Edhe nuk e di nga ana juaj, a e keni marrë, por në kishën katolike si ligj është një herë për pashk, por ne, do me thënë, brenda jetës rregulltare e praktikojmë një herë në muaj, ose një herë në 7 javë, kështu do me thënë varet se sa ke mundësi, dhe pastaj ka shejtër të cilët e kanë praktikuar edhe për çdo ditë. Vërtet ne kena disa shejtër në kishën katolike që e kanë praktikuar për çdo ditë, që unë nuk e kam bërë kur për çdo ditë. Po ne një farë mënyrë kur marrim pjesë e themi të po e rrëfehemi, i kërkojmë Zotit falje dhe edhe kjo është një pjesë e rrëfimit. Gjatë meshës. Po, gjatë meshës së shejtë, për mëkatet e lehta. Dhe përpara se me shku në rrëfim kemi edhe punë të nevojshme për të rrëfyer mirë. Që nuk i kam vendosur tu kam pa vetëm punën e pendimit, por që tashti nuk e di, po kam qef me volë edhe për atë. Do me thënë janë me mendu për mëkatet e bame, me u pendu për mëkatet e bame, me a thënë rrëfysit të gjitha parena, me a thënë fjalën Zotit që s'ke me ba ma, edhe me thënë pendesën që ta jep rrëfysi. Dhe ajo pendesa që ta jep rrëfysi është kaq çesharake, më duket se, do me thënë, rrëfystari e din edhe ai vetë se është fuqia e Zotit që fal, do me thënë, me një aty me tu pastru shpirtin nga të gjitha mëkatet e tua, shumicën e rasteve japin aty një ruzare, ose, do me thënë, është ka që lehtë ajo pendes me krahasu me atë që ne shpesh i bëjmë, por edhe sakramenti i rrëfimit është një dhuratë shumë e madhe e Zotit, është ai i cili fal mëkatet, nuk është meshtari, edhe vetë meshtari ka nevojë më rrëfye dhe shkon në rrëfehet, është vetë Jezusi i cili në praninë e meshtarit na fal ne të gjitha mëkatet. Njëherë kam dëgjuar një histori që dëshiroj me bashkënda me ju. Një mëkatar ka shku shpesh te rrëfystari dhe tonë kohën ka rrëfyt njëjta të mëkate. Dhe ai meshtari ka njoftë atë personin shumë mirë dhe dikur a ba me nerë, pa ka thënë, ai tonë herë të njëjta të mëkate. E ka hap derën në rrëfystores, e ka dalë jashtë, vërtet s'ka dashur me rrëfy. Edhe nuk e kujtoj se në cilën kish, në cilën vend, por pastaj si për rrëfystores ka qenë një kryq ku Jezusi ka qenë i kryqësum dhe është ndëgju një sa që ka thënë unë po të zgjedhej prej mëkateve tua dhe thonë se ka mbet kështu, do me thënë kryqi është një në dorë Jezusi, dora ka mbet kështu, por prapo është kthy kryq i drurit, por dora Jezusit ka mbet kështu dhe ka thënë po të zgjedhej prej mëkateve tua në mërtatit e të birit të shpirtit shejt dhe ata janë o duk si një tërmet kështu se që ka ndodhë. E sigurisht ka qenë edhe një kthes shumë e forte edhe për meshtarin që nuk jemi, do me thënë, meshtari është vetëm ndërmjetësues që ban atë që ka pranu në meshtarinë e tij, por është Zoti që vërtet na don. Dhe në qoftë se ne lexojmë ungjilltarin Lukën, Gjonin, Mateun, Markun, të gjithë vërtet ka kaq shumë gjana Jezusi ku fal. Për shembull, ajo mëkatnorja ku dojnë me vra me gur, Jezusi fal. Kemi Marien Magdalen ku Jezusi fal. Të gjitha mrekullit që Jezusi i ban, ju thot të janë falur mëkatet, saqë një ndër akuzat që Jezusi t'ja bën ishte se ky po fal mëkatnor, kush është ky që po fal mëkatnor. Do të thënë nuk duhet të kemi frikë të shkojmë në rrëfim, duhet të kemi parasysh gjithmonë që nuk është meshtari ai që
është na falë, por është Zotin, Edhe që s'na gjykon. ajo është vetë, po as nuk na gjykon, s'ka në fuj me na gjyku se edhe ai vetë është më katë njërë. Edhe ne gjithë, Edhe që ajo që meshtari ty nuk gjykon është një shlirim ma letë që mund është më shkumurë. Edhe kom bo sot për tretën herë fim. shumë bukur, prej se ke marrë sakramente. Në Mitrovicë kom bo sot. Shumë bukur. Edhe si ndjesh kur ban rrëfimin që se të shërën me na E bashkënda? marë kungimin male pasaj me shumë. Po e lexoj edhe një herë puna e pendimit o Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që kam bërë, se kam bjerë Parisin, kam rituar ferin, por ma fort se të kam fyë ty, o e mira pa mbarume, që ka çfarë më ke dashur, më shiru o Zot, më fal o Zot, po ta jap fjalë mendimin tënde që mos më të fyë më kurr. Amen. Pra, ashtu si tash që të ma përpara, o Zoti im, po më vjen keq me gjithë zemër për të gjitha mëkatet që kam bërë. Përpara se ne me shku në rrëfim, pra duhet vërtet të mendojmë çka kena bë, edhe të na vije keq. Nuk ka kuptim, do me thënë, rrëfimi, në qoftë se ne me të vërtet nuk na vjen keq për atë që kena bë. Pavarësisht në qoftë se më ka tirand ose i let, kam gabu, nga njëherë ne gabojmë edhe të dasht me bë të miren, do me thënë ai tjetri nuk e pranon, është një reagim, do me thënë negativ, nuk e ki prit se do të vi në atë formë edhe pse ke dasht me bë diçka të mirë, por ka dal keq, do me thënë edhe këtu duhet që t'jem kujdesshëm, të kërkojmë falje dhe të pendohemi vërtet për atë që kemi bë. Duhet që ne të pranojmë se kemi gabu pa kërkuar justifikime dhe sinceriteti është hapi parë pra drejt shërimit. Se kam bjerë Parisin dhe kam merituar ferin. Këtu ne i paraqesim Zotit gjithçka, pra mendimet, fjalët, veprat dhe ato të mira që kemi lanë pas dore. Ky është një moment i përvujt ku ne zhvishemi nga krenaria dhe pranojmë prishtësinë tonë njerëzore. Ne kemi pa se Jezusi e ka thënë edhe vetë se unë kam marrë për mëkatarët, nuk kam marrë për drejtit. Në qoftë se ti thunë se unë jam i drejt, i mirë, i shto, do me thënë nuk jetë e pranu Jezusin në farë mënyre. Edhe Papa Francesku e ka thënë një shprehje shumë të bukur që më pëlqen vërtet. Ai ka thënë se Kisha Katolike nuk është një muze shejtrish, por është një spital shërues. Ne të gjithë vërtet kena nevojë çdo ditë për këtë dorën e Zotit, pra që të shërohemi nga çdo e keqe që ne mund të bëjmë. Dhe pastaj kemi në këtë pjesë, pra na kujton se veprimet tona që kemi bërë shpesh kanë edhe pasoja, mëkati krijon një distancë mes nesh dhe Zotit, një lloj burgimi shpirtëror që kemi ndërtuar vetë në momentin që mëkatnojmë. Por ai rrëfimi më pëlqen shumë ai shembulli i litarit që sa herë mëkatnojmë ne presim këtë lidhje, pra një litar që mund të jemi të lidhur me Zotin, dhe sa herë që mëkatnojmë ne presim këtë litarin, këtë lidhje të fortë me Zotin, por sa herë që ne shkojmë në rrëfim, pastaj lidhim një nyje më afër, do të thënë sa më shumë që ne rrëfehemi, pranojmë mëkatet tona, shkojmë në rrëfim, aq më shumë ne ofrohemi me Zotin. Ka shumë rëndësi pra që ta dim se Zoti nuk është një atë që na gjykon, por që na mirëpret, që na shëron, që na don, që i vjen keq për mëkatet që i kena bën. Tek pjesa për ma fort se të kam fyty, o e mira e pambarume që ka që fort më ke dasht, kjo është thelbi i pendimit të përsosur, pra nuk është ne se shkojmë në rrëfim, pse ne
kena mkatnu, kena bani të keqe, por sepse na vjen keq se kena fyr dashurinë e Zotit. Mi ardh keq se ka bani të keqe, mund të pëndohet edhe një që nuk është besimtar katolik. Por një person që është katolik, një që donë Zotin fort, që e din se sa e madhe është dashuria e Zotit për ta, i vjen keq pse e ka fy këtë dashuri, jo pse e ka fy një person. Pra, duhet ta kemi këtë dhimbje që ne nuk kemi qenë mirënjohës dashurisë Zotit, pra. Dhe duhet kemi këtë pendim për mëkatet tona. Jo vetëm që kam bërë një të keqe dikujt, po pse unë e vërtet e kam fy dashurinë më të madhe që është Zoti. Mëshirë o Zot, me falë o Zot, po t'ja fjallën mendimin tënde, mos më të fyrë më kur. Amen. Dhe kjo është edhe pjesa ma e vështira, nështë është si të lutja aty, na i falë mëkatet tona, si falim ne fajtorët tanë, edhe këtu i japim fjallën Zotit se s'kena me ba ma, por sikur ai personi që ka shku gjithmonë me të njëjtat mëkate, por prapë se prapë duhet jemi të sigurt që Zoti e din dobësinë tonë, ai vetë ka marrë natyrën njerëzore, e din se sa të brisht jemi ne, e ai prapë se prapë na pranon kështu si jemi. Po t'ja fjallën se mendimin tënde, pra ky është një moment kyç i lutjes, besimtari premton të ndryshoj, por pranon me modesti se nuk mund t'ja dal vetë, me forcat e veta. Mendimin tënde nënkupton bashkëpunimin pra midis vullnetit të njeriut dhe hirit të hyjt. Pa këtë ndim, premtimi njerëzor mbetet i brisht. Dhe tek fjalia që mos të fy më kur, këtu shprehet qëllimi i pasur për të shmangur mëkatin e të ardhmen, edhe pse pra nuk është se kena me mujt me mbajt këtë premtim 100%, por duhet kërkojmë ndihmën e Zotit dhe ai t'jeni të sigurt se do të na ndihmoj që jeta jonë do të përmirësohet çdo ditë më shumë. Dhe fjala amen, kur themi amen, është ashtu u ba, nuk ka do me thënë diskutim më, ashtu është dhe pik. Vërtet unë kam marrë në përfundim të asaj që kam dashur me ba për sot. Dëshiroj të baj vetëm një përmbledhje mbi atë që folëm pra sot mbi lutjen. Lutja të cilën ne e bajmë çdo ditë aty në Falemari i Lavdiatit, puna e pendimit, por ka edhe lutje tjera, pra nuk janë vetëm formula të cilat ne i mësojmë për mensh, por janë vërtet një marrëdhënie intime me krijuesin ton, me atë të cilin neve na don, kujdeset për ne, na pranon kështu si jemi me brishtësinë ton, pavarësisht përditshmërisë tonë që mund të kemi kalu. Aty pra na kujton se ne jemi bi të dashur të hyjt. I kam përmbledh me nga një fjali, do me thënë kështu, të Falemari na vën në mbrojtje në një nënë që ndërmjetëson çdo moment për ne. Lavdiatit na hap syt para madhështisë së Trinisë së Shejtë, që nuk është por është një marrëdhënie mes Atit, Birit dhe Shpirtit Shejtë. Është ashtu si familja mes nanës, babes dhe fëmisë, nuk është një atë i vetmuar atje, por është një atë që është në marrëdhënie me Birin dhe me Shpirtin Shejtë. Ndërsa tek lutja puna e pendimit është një lutje që dhe ashtu si sakramenti na jep guximin të ngrihemi sërish, pra mos të mbesim aty ku kemi ra, por
të ngrihemi dhe të vazhdojmë jetën përpara. Lutja pra nuk është një detyrë që duhet me kry, por është një takim dashurie dhe ne pa këtë lutje i krishteri katoliku pra nuk mund tjetoj, është sikur ajo bima pa ujë, pra thahet, vyshket. Në qoftë se ne nuk e kemi këtë marrëdhënie me atin ton, nuk mund të jetojmë mirë dhe në jetën e jetojmë gjithkush jeton, por vërtet në qoftë se nuk e kemi këtë marrëdhënie atë dhe birë me Zotin, ne shumë shpejt, vyshkmi si ajo lulja që nuk mund të jetoj pa ujë. Nga Shën Tereza e Kalkutës mësojmë se fryti i heshtjes është lutja, fryti i lutjes është besimi, fryti i besimit është dashuria dhe fryti i dashurisë është shërbimi dhe fryti i shërbimit është paqja. Kam dashur me përfundu me këtë thënie të Shën Terezës së Kalkutës, e cila është bija jonë nga Kosova, dhe që vërtet kena shumë për me mësu mbi lutjen e saj. Deshta me thënë edhe një gjë që nuk duhet të ikim nga lutja edhe atëherë kur nuk ndjejmë asnjë gjë. Shpesh ne nuk ase e ndjejmë atë ëmbëlsinë e dashurinë e Zotit në lutje, është lutja shpesh e thatë, sikur se ishte edhe në jetën e Nën Terezës, por edhe në këto momente nuk duhet të largohemi nga lutja, por duhet vazhdojmë me lutë. Dhe le të mos mbeten këto lutje vetëm në buzët tona, por të zbresin e zemrat tona dhe të transformojnë jetën tonë në vepra mirësie. Kjo, kur nuk dini çfarë të thoni, mjafton të qëndroni në heshtje para Zotit. Njëherë kam dëgjuar se është sheti pajtori me shtarve. John Vianney? Po, John Maria Vianney. Ai ishte një meshtar që, do me thënë, në konsideratën e njerëzve nuk ishte kaq inteligjent, por që vërtet në kishën katolike një ndër shetrit që ka arrit vërtet me ba shumë mrekulli. Dhe një ditë ai ishte në kish duke qëndru para qetrushmit sakrament në heshtje, e dikush ka shku edhe e ka pyet, je me orë këtu të nejtë, edhe çka e ka qenë kurioz me ditë çka i ti thënë ti Jezusit. Edhe ka thënë, asgjë nuk jam ti thënë, por thjesht unë e shoh e ai më sheh me dashuri. E kjo është lutja vërtet e përkryme që nuk është ka që letë me arrit, por një person që arrin e praninë e Zotit e ndjen dashurinë e Zotit edhe atëherë kur nuk ka çka më thënë. Dhe unë kam folë shumë. Faleminderit shumë se keni pas dures me më kjo. Tani mund bani pyetje ose faleminderit bashkëndarje. Për këtë prezantim të mirë. Mbi këto lutje themelore të cilat i lusim shpesh, e kemi edhe ne nevojë ndalemi te secila fjalë që e lusim, sepse nuk janë vetëm, si tha motra, formula të cilat kemë mësue për menç, e pra në ndodhe edhe neve, që t'i lusim pa u nalë që të mendoj mirë atë që po lusim, edhe atë që po themi, dhe për këtë arsye, pra, është nga njëherë gjithashtu shumë e rëndësishme që të ndalemi te ai tekst, edhe të identifikohemi me atë që lutja na mëson, sepse na identifikon si të bija të Zotit, edhe në këtë mënyrë krijon një lidhje, domethënë shpesh thuhet lutja është një bisedë, një komunikim me Zotin, por jo vetëm, është një kushtim i ynë Zotit, është një besim sikur fëmia i vogël kur shohet shlirë në durë të prindit, sepse ndjehet mirë, sigurt,
e imbrojtun, ashtu edhe ne nëpërmjet uratës e atij kushtimi lëshohemi në dorën e Zotit. Këto lutje duhet të mësohen për menç, në kuptimin jo pse jemi tash këtu në orë mësimi edhe sikur ato detyrat e shtëpisë që na dash ke mësuesi, por fakti se i lusim shpesh ato vetveti ju mësohen për menç. Dhe hapi i dytë pastaj është fillojmë edhe më fort të mendojmë cila është përmbajtja e tyre, çka në fakt po luti. Përveç këtyre, pastaj janë edhe tjera, sidomos edhe rendi i meshës, edhe të gjitha këto mund të mësohen nëse praktikohen. Nëse nuk arrim të praktikojmë, atëherë sigurisht që duhet shumë më shumë kohë derisa të hyjmë në thellësinë e përmbajtjen e gjithë asaj që lutjet na flasin, por që është një suport i madh në jetën shpirtërore, lutja e pazaventësueshme me kretë gjanat tona të mira. Pra ne identifikohemi me vepra para së gjithësh, por pjesa e jetës tonë përbëhet edhe nga lutja, e cila e ruan atë lidhje tonë shpirtërore me Zotin. Shën Jakobi e thot shumë qartë, ma trego të i fenë tane pa vepra, unë prej veprave të mia do të tregoj fenë. Pra, nuk na mjafton, o Zot, dhe thot edhe Krishti, por ai që e kryen vullnetin e Atit tim që është në qiell. Ai do të hyjë në mretin e qiellit. Prandaj, të dyja këto, kur gërshëtohen, atë njeriu ndjen pikërisht atë paqe në zemrën e vet. Mirë, për sonton të shasune nuk po zgjatem më shumë, por nëse keni ju diçka, këto lutje që këtë lloj broshure të vogël mund ta merrni me vete, se për ju e kemi përgatitur. Nëse keni diçka në lidhje me këto që folëm sonte, ne në takime tjera pastaj vazhdojmë edhe me tema tjera, por këto që janë të përditshme në takimet tona, gjithherë jeni të mirëseardhur e jemi të hapur që të bisedojmë e të diskutojmë me që si të pakëzuar të rritur në këtë kohë të fundit. Ju rajt keni bekimin e Zotit. Unë nuk kam në pyetje, veç të më falenderu motrën e Irene që ka po këtë broshuar, se për mu ndihmon shumë se tash e di çka ajo më të thonë, se me gjithë se i di këto lutje, tash e di çka ajo edhe qysh për shpjegime. Faleminderit. Unë deshta me shtu vetëm diçka që unë e kam folë, do me thënë, për lutjen më shumë gojore, kështu, por sigurisht që në kishën katolike është edhe lutja meditimit dhe suditja, do me thënë ka, për me hy thellë në lutje, ka shumë punë, por thjesht do me thënë, kam prek disa pika ku ju mund të gjeni mësime mbi lutjen. Mirë atëra, faleminderit gjithëve që keni marrë pjesë. Tash s'ka na mbetet me lutë. Faleminderit.